E të gjitha këto të dashur qytetarë të Gjakovës, ne ballhapur zotohemi para juve, për shkak se ka shumë projekte që tashmë i kemi realizuar e për të cilat jemi zotuar më herët. Ura e Rogovës, shkolla në Ponërshec, stadiumi Gjakovës, qerdhët e reja në Shishman, Korenis, Bishtazhin, Bashkësia 1 dhe qerdhja të garazhda e autobusëve, restaurimi i objekteve trashëgimisë kulturore, objekti i fakultetit të mjekësisë dhe kampusi universitar e të tjera. Por, për të ngallënyer edhe më fuqishëm, se sa me 28 dhjetor, na duhet dalje masive në zgjedhje dhe pune secilës dhe secilit prej jush me familjen e Farefisin, kushërit e afërt, largët, dajat, tezet, hallat, axhallart, pastaj me kolegët e punës e të fakultetit, me shoqet e shokët e shkollës fillore e të mesme, me kojshit e mahallës vjetë edhe kësoj tres. Pra me krejt që i njihni edhe që si njihni bash, masivisht me datën 7 qershor votojeni numrin 116, i cili nuk ka ndryshu për 28 dhjetorit, dhe pas votimit të numrit 116, e sheni aty, është në pjesën e epërme të fletës, 116 lëvizjave të vendosje, ka dhe numra tjerë, po janë si turbull, dhe e keni parasysh. Pra, 116 lëvizjave të vendosje, e të 110 kandidatët e keni vetë vendosjen bashkë me partin Guzo, e keni bashkë me partin Alternativa, e keni bashkë me partin Shqiptare Demokristianit Kosovës dhe me disa që janë pa parti. Këta 110, se cili janë më të mirë se tjetri, i keni gjitha profilive, vendbanimeve, dy gjinive, gjitha moshave, por më lejonin të theksoj disa që janë nga Gjakova, në Gjakovë, ose me preardhje nga Gjakova. Me numër 8, Mimoza Kusari Lila. Me numër 14, Arbrije Nagovsi. Me numër 24, Zef Morina. Me numër 28, Ardian Gola. Me numër 61, Agon Batusha. Me numër 66, Mimoza Shala. Me numër